sot do t'ju flas me kompetencën teknike të një oficerit Afroj mikrofonin. që din mirë menaxhimin e Afroj turpave. mikrofonin. Ju lutem, Bravo. në qoftë se më dëgjon drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, duhet ta di që është njeriu që në bazë të ligjit të këtij shteti është njeriu më i fuqishëm në këtë shtet. Ai do ngjelet me shkronjat harta në historinë e këtij vendi në Shqipërinë e re, nëse mbron popullin e tij. Unë e di shumë mirë, edhe ju e dini, që ai nuk mundet na shpëtoj nga vargojnët e krimit organizuar. Por ka një shans shumë të madh ta mbroj popullin e vet vetëm me një rrugë, duke zbatuar ligjin. Bravo! Zoti Hita, djali nga Bëris, i fizit Hitajve, mbroje popullin tënd me ligj. Ja u them në kompetencën teknike që t'i japi urdhër të gjithë zinxhirit komandues që në mënyrë kategorike mos të përshkallëzojnë forcën në qoftë se nuk është e nevojshme. Punojësit e policisë janë vëllezërit tanë, janë kolegët tanë, janë shokët tanë. Ju lutem, më besoni, një jam unë nga ju. Jo, s'janë vëllezërit tanë, në këto moment nuk janë. Në këto moment nuk janë. Më dëgjoni. Në këto moment nuk janë, jo. Nuk janë në këto moment. Në një kategorike jo dhunë, ne kësaj klike dhe krimit organizuar do të hapi barrin me gjylpër, po jo me dhunë. Jo me dhunë. Policia është e jona. Shërbimet janë tonat, janë të këtij populli. Këtu kanë familje, këtu kanë të afërmit. Atëherë, ju lutem, nëse do të vazhdoj shumë më gjatë, por jo dhunës. Faleminderit që më dëgjoni dhe mos e lëshoni frontin. Vetëm këtu shet, gra, fëmijë, i madh e i vogël, kështu do ta rrezojnë.